Edi Rama, me cinizmin më ekstrem, do t'ja kishte lakmi çdo njeri pa shpirt dhe çdo diktator. U thot shqiptarve se të smurt me kancer mbeten pa mjekime se ata ishin shumë dhe ne nuk kishim para. A ka qëndrim? A ka krim më të shëmtuar të poshtë se këtë? Sigurisht, që para kishte, dhe jo aq sa kërkonin ata, por ju garantojnë ju dhe 10 herë më shumë, pas ki vështirësi. Dhe nuk ka vend në Europë as në Afrikë që ato të mungojnë. Dhe se mungesa atyre ilaçeve përbën një krim të vërtet. Por parat i përdor Edi Rama për t'i depozituar në bankat offshore, parat i rëmben, për t'i transportuar me aeroplanin e tij në dispozicion. Parat i përdor për t'u udhëtuar me avion taksi 22 milion euro, për të ndërtuar këtu pas kryeministrisë Kopshtin e Edenit për të kënaqur sytë e tij dhe për të vjedhur bashkë me autorin e tij. Parat i përdor ai për të ble vetura super luksoze, super të kushtueshme. Shishe vere 34.000 euro. Parat i transporton ai me avionin e tij. Natyrisht për të smurt nuk mbeten para. Për të smurt mbetet dënimi i asaj smundje.